me undalë, dhe a është keq, unë po them që ato është keq që kanë. Nuk po them që mirë ato që kanë, po është keq, por tash bota po arrin me ndalë eventualisht. Sepse e theti, normalisht edhe arsyetimi i Iranit është që nuk ka marrë bërthamore, dhe fakt është që nuk ka. Mirë po e patëm raportin e fundit, në ne vetë programi iranian, fillimet e programit iranian, programi bërthamor kanë qenë klandestin. Dhe është hapë është zbulu përmes shërbimeve sekrete, fotografive e kështu, dhe tek atër Irani ka thënë, e ka pranu, unë jam. Irani s'ka mujt me arsyetu me faktin se në qoftë se e ki për nevoja civile, sot secili shtet, si pas traktatit për mos përhapje bërthamore, ka të drejt me zhvillu energji dhe programe bërthamore, mirë po do t'jetë transparent, do që nga fillimet e vetë aty në marrëveshje garantuse me mbikëqyrje të agjencisë ndërkombëtare për energji atomike, dhe që të monitorohet në vazhdimësi në programin e vetë. Dhe pra pikpyetja e parë ka qenë fillimi i programit të uranit në vitin 2003-2004. Dhe tash kemi një rritje kohëve të fundit të pasurimit të uranit. Shkencërisht, nëse ke nevojë dhe arsyeton që ke nevojë për energji bërthamore, uran të pasuruar U-235, izotopit 235, për nevoja civile nuk ke nevoj ta... Vetëm pak, se është e rëndësishme. Nuk ke nevoj ta pasurosh ma shumë se 20%. Ndërsa të Irani që është e konfirmuar edhe nga Agjencia për Energji Atomike, kanë shumë deri te 60. Dhe tashi mirë nuk po mundet me arsyetu. Në anën tjetër ka instalu me mira centrifuga dhe nuk po arrin me arsyetu se pse ka nevoj për gjitha ato centrifuga dhe pse ka nevoj me shkuat shumë me pasurinin e uranit. Plus, ishtohet kjo dhe modernizimi i sistemit raketor, për shkak se që janë këto kokat bërthamore edhe armët balistike. Kemi një kombinim. A ka s'ka? Nuk ka evidencë që ka. Mirë po, konstelacioni geopolitik, mënyra e veprimit të Iranit, mos bashkëpunimi me Mirfil, sepse Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike e dha para një javë ose 10 ditë raportin që Irani nuk po bashkëpunon. Nuk tha që ka armë bërthamore, po tha nuk po bashkëpunon. Dhe ishte një shqetësim tash për shtetet e caktuara cilët e morën konkretisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, e morën atë veprim. Kjo luftë e nisur Agim. Tash, ka cila anon ma shumë, a është vërtet programi bërthamor i avancuar, arsyeja pse nisi, apo janë arsye tjera që Izraeli e konsideron Iranin gjithë një rrezikun më të madh për ekzistencën e vet, marr parasysh kërcënimeve që ka marrë edhe deklarativisht dhe marr parasysh sulmeve të sponsorizuara nga Irani përmes aktorëve të tretë, cilat qëndron më shumë në realitet. Janë 3 arsye themelore për logjikën time. E para është, do me thonë, lufta zotit Trump, që me ardhjen e tij ka premtu që do të bëjë Amerikën të madhe përsëri dhe të fortë përsëri. Do me thonë, ka ekzistu një farë vrulli, një farë vullneti i shteteve totalitare, gjysmë totalitare, me krijimin e BRICS-së, shembull, që ta krijoj njëri paraspesh, po që të bëhen disa shtete të tilla dhe të bëhen mbret i botës, ta sundojnë botën. Ajo vetë që po, që kriju një farë e bashku një ekonomi mbi 60% gjithë potencialit botënor, nëse në sferën e informatikës me bashkëpunu, janë nëse me imponu përmes valutave digitale edhe krijimin e një valutët përbashkë dhe nxjerrje nga tregu dollarit si valutë ndërkombëtare dhe plot tjera që rrezikojnë realisht potencialin gjithsesi liderizmin amerikan. Dhe kjo ka qenë, si me thonë, kupa e mbyllur, cilën Amerika nuk ka mujt me toleru. Kjo është arsyeja e parë pse ka ndodhur. Sepse Trump kishte një mandat më parë, nuk nisi asnjë luftë të re.
Përveç se luftonte me ISIS-in. Po nuk mund është gjitha fund mi bë për njerë, paralel. E dyta dhe kryesorja është ndjekja e Rusis nga lindja e mesme, sepse lindja e mesme është burim ende, është burim i pashtërshëm i energjisë, jo vetëm energjisë fosile, naftës e gasit, po para gjithashtu edhe energjisë diellore, se është ekvatori andaj. Kështu që këtë kontrollin e gjitha tip potenciali energjetik, Amerika nuk mund t'ja lejoj Rusisë. E dyta. E treta, Rusia ka arrit që të krijojë regjime teokratike, që thas do të njëjo, të cilat i kanë bajtë, si me thonë, si proksit veta dhe i ka përdorë për interesat veta sa herë që i është dashtë. Tash në mesin e ati malit madhë me ato proksi shtete fantome, është edhe një shteti Izraelit, i cili dëshëm në apo s'dëshëm e ka një hiset madhe në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Sepse shumë sektoret fuqishme, pej konstituive e derit e financiare, e ekonomike, në Amerikë janë dur të Izraelitve. Izraeli shumicë është në Amerikë dhe jo në Izrael. Kjo është edhe një fakt tjetër që Amerika për Izraelin shumicë në pozitat vendimarse janë, nëse jo në popull, po janë aty ku du të jenë shumicë. Vendimarse të krijojnë realitete, populli është basë. Tjetri problem, shumë i rëndësishëm është atje, me tërheqjen graduale të Rusisë nga lindja e mesme, tash i detyrimisht do në ato shtete, është shumë e vështirë, thuhet, demokratizohen plotësisht, se atje demokraci reale nuk ka në asnjë një shtet, po demokratizohen me një farë mënyre që me gjithë atë populli të mos trajtohet si numër, si shtazë që është trajtohen tash. E thash në fillim, Amerika ka ba një hipotezë, javë ka heq kokat e helmume, edhe teknologjike, edhe njerëzore. Dhe javë ka liru punën popullit Tiranit, i cili është një popull jashtëzakonisht i civilizum, jashtëzakonisht i mençur, jashtëzakonisht i shkath. Dhe ka qenë pjesë e civilizimit, pjesë substanciale e civilizimit botnor të kaluarën, po ka qenë edhe pjesë substanciale e civilizimit lindjes deri në kohën e ardhjes të Ajatullah Homeinit, shembull në kohën e Reza Pahlavit që ju se mbarin vend. Me që thoni që janë popull